Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim e rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për familjen. Dhe a ka ajete që flasin për familjen? Kurani i madhëruar i jep familjes një pozitë shumë të lartë, duke e konsideruar atë thelbin e shoqërisë, vendin e qetësisë shpirtërore, të edukimit moral, si dhe vazhdimsinë e jetës njerëzore. Familja në Kur'an nuk është vetëm një lidhje biologjike, por një amanet hynor, pra amanet nga Allahu i madhëruar, i ndërtuar mbi dashurinë, mëshirën, përgjegjësinë dhe drejtësinë. Kurani përmend ajete që flasin drejt përse drejt dhe të rthorazi për familjen. Në ajetin 1 të surës Nisa, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa. O njerëz, friksojeni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej tij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve, pra prej bashkëshorte, burrit e gruas, krijoi shumë meshkuj e femra. Ajeti në fjalë na kujton se të gjithë njerëzit kanë një origjinë të përbashkët. Prandaj nuk ka vend për arrogancë, racizëm apo përshmim ndaj të tjerëve. Në këtë ajet Allahu na tregon se familja është themeli i jetës dhe i shoqërisë njerëzore. Dhe ajo fillon, pra familja fillon me burrin dhe gruan, pastaj vazhdon me pasardhësit. Ky ajet na fton të jemi të vetëdijshëm për origjinën tonë të përbashkët, të respektojmë lidhjet familjare dhe të jetojmë me devotshmëri ndaj Allahut, duke e njohur dhe falendëruar atë si krijuesin tonë dhe duke u sjellë mirë edhe me njerëzit e tjerë. Kurani na thot se familja është burim qetësie dhe mëshire. Për këtë në ajetin 21 të surës Rum, Allahu i madhëruar thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dhe prej shenjave të tij, prej shenjave të Allahut fuqiplot, është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Ky ajet i begat na mëson se martesa dhe familje janë shenja Allahut. Qëllimi i tyre është qetësia, dashuria dhe mëshira. Këto janë tre shtylla themelore të familjes së shëndosh. Kurani flet për përgjegjësinë e prindërve për edukimin e familjes. Në ajetin 6 të surës Tahrim, Allahu i madhëruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që keni besuar, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri.
Nga ky ajet kuptohet se prindrit kanë detyrë të mbrojnë veten dhe familjen nga humbja morale dhe shpirtërore përmes edukimit dhe udhëzimit fetar. Ata duhet të nxisin pjesëtarët e familjes që të zgjedhin shembullin më të mirë në jetën e tyre, dhe ai shembull është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe familja e tij e pastër ehli bejti. Kurani flet për respektin dhe mirësinë ndaj prindërve. Këtë e dëshmon ajeti 23 në surën Isra, i cili thotë: "Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij, për Allahut, dhe të silleni mirë me prindrit. Nga ky ajet mësojmë se pas adhurimit të Allahut, Kurani vendos menjëherë mirësinë ndaj prindërve, duke treguar rëndësinë qendrore të marrëdhënieve familjare. Kurani na thotë që të lutemi për pasardhës të mirë. Këtë e dëshmon ajeti 74 në surën Furqan, i cili thotë: "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." O Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë që shprehje për sytë tanë. Nga ky ajet kuptohet se familja ideale nuk kërkon vetëm pasardhë të zakonshëm, por kërkon pasardhës të mirë dhe të devotshëm që sjellin gëzim shpirtëror. Kurani flet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve brenda familjes. Në ajetin 35 të surës Nisa, Allahu i Madhëruar thotë: "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Nëse i druheni ndarjes midis atyre dyve, pra burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas. Nga ky ajet kuptojmë se Kurani inkurajon dialogun, ndërmjetësimin dhe pajtimin për ruajtjen e unitetit familjar. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani na mëson se familja është themeli i shoqërisë. Familja ndërtohet mbi dashurinë, mëshirën dhe përgjegjësinë. Familja kërkon respekt për prindërit dhe kujdes për fëmijët. Familja ka rol të madh në edukimin moral dhe fetar. Familja është mjet për qetësi në këtë botë dhe për shpëtim në botën tjetër. Nëse e studiojmë Kuranin me meditim dhe persjatje, do të gjejmë se në të gjenden, pra në Kuran gjenden ajete që lidhen me ndërtimin e familjes, si martesa, fejesa, prika, pra mehri. Ajete që rregullojnë marrëdhënien ndërmjet bashkëshorteve, të drejtat dhe detyrimet e tyre. Gjenden ajete që vendosin bazat e edukimit të fëmijëve dhe kujdesit ndaj tyre. Gjenden ajete që vendosin, pra si që thash, bazat e edukimit të fëmijëve dhe të kujdesit ndaj tyre, ajete për mirësinë ndaj prindërve dhe ruajtjen e lidhjeve farefisnore, ajete që rregullojnë divorcin dhe të drejtat pas tij, ajete që flasin për trashëgimin dhe ndarjen e pasurisë të trashëguar, ajete të përgjithshme mbi mëshirën, dashurinë dhe solidaritetin familjar. Në ajetin 29 të surës Sa'd, Allahu i Madhëruar na thot: "Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ky Kuran është një libër i bekuar që ne ta kemi zbritur ty, o Muhammed, për të përsjatur mbi ajetet e tij dhe për t'u këshilluar me të mendarët. Ky pra është mendimi i Kuranit për familjen. Allahu na ruaj dhe na begatoft të gjithëve. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekime dhe mirësitë Allahut qofshin mbi ju.